Fotografina për shpe mësleni o musliman. Mos i ngjaseni shtëpia të joja me shtëpitë atyne që nuk e din Zotin hak. Me shtëpia të atyne të cilët nuk e kanë dert. A mund shtëpia me milan që me dreqen. Ne kemi dert. A musliman të kena dert. Edhe kena shumë dert. Andaj ne kujdesemi. Ne kujdesemi. Që shtëpia tona mos ketë asë një figurë, as piktur, as skulptur, as e marune, gdhendna, që shdush thuj, që është me shpirt, gjallesa. Sepse aty nuk hinë me laqet. E që ka me lypni në një vend ku nuk hinë me laqet? Me dreqen me najta? Pastaj, a mendoj njerëzit, a nuk e lodhin kryt njerëzit? Pse është nalë, pse është ndaluar vërje fotografive në muri e pikturave të tij. Unë e di që fotografia se ka peshën e pikturës, se ka haramin, po dohani se ka haramin, se ka peshën e alkoholit, se ka peshën e alkoholit dohani. Po të sënë thuta që dohani pini sa të mëni se nuk është alkohol. Ja dha mos pini kur. Mos pe dohani burë. Po nuk ka rang në alkoholit, nuk thamë që se alkoholi. Nuk po tha fotografia se skulptura, o ju njerëz. Është me lehtë, por prapë ndaluar. Pastaj, shikaje urtësin pse është ndalu piktura, qatë tërsi shikaje apo zbatohet, apo implementohet, apo i përputhet, e përshtatet e njëjta fotografisë. Skulptura, për gjallesa, piktura, quhet sure, në gjuhën arabe, që bën njeriu me dorë, ose me vizatim, ose gdhend. Është mëkat i madh për personin që e ka bërë. Dhe në ditën e Kiametit, që ka ardhur në disa hadithe sakta të vërteta, i thuhet atij robit, ja këtu idhuje, statuje, piktura, skulptura në formë gjallesave, këtu gjallesa që ke kriju ti, jep javë shpirtin. Kush më dha shpirtin? S'moj e zot, jep javë shpirtin. La ilaha illallah. Dhe torturohet në ditën e Kiametit ende pa hyrë në xhenem. Pastaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, inna min ashaddi an-nasi adhaban yawm al-qiyamati al-musawwirun. Për atyre që kanë dënim më të rëndë, ditën e Kiametit, janë këta autorë të pikturave, skulpturave, gjithmonë të gjallësave. Është kërcënim i rëndë. Për atë arsye ulemat e kanë cekur, kur kanë folur për gjinohat të mëdha, autorët e të librave kanë numëruar, kanë konsideruar në rangun e mëkateve të mëdha. Tamam? Nga ana e personit, por nga ana e veprës si vepër, si piktur, skulptur, fotografi, pse ndaluar? Ndalëm me hi shejtani mirë, hala ma shumë diçka? Po, hala ma shumë diçka. Ndalëm me hi me laçja? Tamam, hala ma shumë. Fotografit janë të ndaluara, ille shkaku i ndaluar. Pse alkooli i ndaluar? Shkak të dehjes. Pse i ndaluar skulptura? Shkak se skulpturat i kanë shpi njerëzit në shirk. Me adhuruar ato përpas Allahut, që nga koha e Nuhit. Njeriu kërka fotografin për para, edhe është baba nën të vdekur. Gradualisht me kohë. A shkon i drejto fotografisë. Bën shirk për vrejt hijbre. Në muslimani jena more. O ju njerëz, në jena musliman, mos e lejoni ata që ka ndaluar Allahu, ose ka ndaluar pejgamberi i tij sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka vend fotografia në shtëpitë besimtar, po flas në murin vendet hapura. Po fotografia në album, po të mfjok e të tjerë.